2 ditore, cilat janë pakënaqësitë e juaja se përket pagave? Po sot në fakt është protesta e radhës që kemi filluar që në mëngjes në ora 8 dhe nga protesta kemi kalu në grevë të përgjithshme, por vetëm për 2 ditë rreshtasit, pra për 2 ditë radhësi. Kjo ka ardhur domethënë si mos rezultat i një pajtueshmërisë me bordin edhe me menaxhmentin e Prakosit. Sa sillen pagat e këtyre punëtorëve me që ka pakënaqësi sa i përket kësaj pjese? Sa janë të përballueshme për standardin aktual në Kosovë? Pagat janë shumë të ulta, prandaj do të thonë që 15 vite nuk janë lëviz as një cent. Përjashto disa koeficiente, do të thonë që janë rregulluar, por rritje pagash nuk ka pas, do të thonë që 15 vite. Pagat janë shumë minimale. Prandaj një punëtor që punon mbi mbajtjet e kurrës që ka punën me kushte të vështira gjitha ato, i merr 320 euro, do të thotë që është shumë e ulët. Pra e pa përballueshme. Edhe kërkesat tona kanë qenë të vazhdueshme, domethënë ndaj menaxhmentit edhe ndaj bordit, edhe përfundimisht domethënë të ditën e martë në ora 16 që kanë pas afatin e fundit për me reflektu, nuk kanë dhënë ndonjë sinjal pozitiv dhe neve pa dëshirën tonë jemi detyruar që më fut në grevë. Sepse e dimë edhe çka sjell greva. Pra, neve na vjen keq edhe për qytetarët që kanë shfrytzuar trenin potencialisht, që këto 2 ditë nuk kanë mundësi me shfrytzu trenin. Zotërin Ekçi, pse është zgjedhur pikërisht kjo kohë që të ndërmerren hapa të tillë, kur dihet që edhe Kosova nuk ka institucione të formuara? Sa besoni se protestat, por edhe grevat të cilat po organizoni, do krijojnë efektin e dëshiruar? Po, kërkesat tona, domethënë, janë të pareshura që nga, domethënë, vite, nuk datojnë që nga kjo javë ose nga ky muaj, por me vitet tona, domethënë, në bordeve të ndryshme, menaxhmenteve të ndryshme, ju kemi parashtuar kërkesën për rritje pagave dhe nuk e kemi hasur, domethënë, mirëkuptimin e tyre deri më sot. Në fakt, nuk lidhet krejt, domethënë, rritja pagave tona me institucionet, pra me qeverinë, sepse kemi parat tona të mjaftueshme, domethënë e dimë edhe gjendjen ekonomike të kompanisë që ka mundësi domethënë me ngrit pagat, aq sa domethënë janë të nevojshme, po pas nevojë me ndërhyj qeveria. Madje na marrim edhe subvencione nga qeveria, domethënë që edhe pse i kanë cunguar, janë të mjaftueshme për me pas mundësi me ngrit pagat. Zotërin Ekçi, përmendet që pakënaqësi me pjesën e pagave keni tash 15 vite për shkak të pandryshimit